Siguria ushqimore në qytetin e Vlorës është tashmë në rrezik. Tufa me bagëti kullosin çdo ditë në fushën e vendngrumbullimit të mbeturinave në lagjen 24 maj, por edhe në kontenerët e mbetjeve. Dele, dhën, qingja, keca të vegjël ushqehen mes mbetjeve, aty se ku depozitohen prej vitesh mbeturinat e Vlorës, mes papastërtive, mikrobeve pafund, duke ngrënë aty se ku është kthyer prej vitesh një vatër infeksioni. Bagëtit han ushqimin aty se ku konsumojnë edhe qentë ndacak, por në fushën e mbeturinave nuk gjen vetëm ato, pasi ka me 10 dera të cilët çdo ditë konsumojnë mbeturina. Madje muajt e fundit mund të gjesh të shëtisin në qytet dhe të ushqehen në kontener të mbeturinave me 10 shpend. Bagëtit, derat, shpendët si pulat, theren më pas dhe nxirren në shitje në tregjet e Vlorës. Ato shiten si produkte bio, me mishin më cilësor, me çmimet nga më të lartat, pasi nga tregtarët nuk dihet origjina dhe sigurisht shiten për produkte cilësore, por jo vetëm mishi, pasi nga bagëtit merret edhe qumshi, i cili sigurisht ka të njëjtat baktere si vetë mishi, nga kafshët e rritura në të tilla kushte. Mishi këtyre bagëtive që shihni edhe në pamje apo edhe i derave dhe shpendëve konsumohet nga qytetarët e Vlorës, përfundon në tryezat e secilit prej nesh, duke u gatuar dhe konsumuar nga të gjithë, duke mos ditur më pas se çfarë han as të moshuarit, fëmijët e vegjël, gratë shtazana apo kushdo tjetër që jeton në qytet. Prej mbeturinave në tryezën e çdo familje vlonjate, mishi të gjithë atyre kafshëve që çdo ditë jetojnë, ushqehen dhe rriten mes mbeturinave, ndërsa për kontrollin e territorit, vëzhgimin e të gjithë atyre që kullosin bagëtit mes mbeturinave, prej muajsh nuk ka asnjë aksion. Situata është lënë e lirë, edhe pa kontrolle, edhe për shkak të kompetencave të kufizuara të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Ditë më parë, ka qenë kryeministri Rama që ka bërë publik lajmin për ristrukturimin e AKU të Vlorës, por edhe institucioneve të tilla në rang vendi. Siç bëhet me dije edhe në vendimin në fjalë, AKU nuk është tashmë në kapacitet të plot dhe nuk u lejohen kontrolle, për shkak se institucioni është drejt riorganizimit. Siç parashikohet, do të ngrihet një komision i përbashkët mes punojësve të AKU dhe Universitetit Bujqësor që ndodhet në Kamës. Siç bëhet e ditur, do të jenë profesor intelektual të Universitetit Bujqësor që pas trajnimeve praktikës që do të zhvillohet aty por edhe në terren nga punojës të AKU, do të përzihet punojësit që do të ushtrojnë më pas detyrën. Qëllimi i kësaj reforme është që punojësit të jenë profesionist dhe jo antar partie apo të angazhuar në politik. Për këtë arsye vlen të theksohet se nuk ka asnjë aksion as për ndalimin e therrjeve të kafshëve apo edhe shpendëve që rriten mes mbetjeve, por as kontrolle në thertore, markete, supermarkete apo tregje të qytetit për të ndaluar tregtimin e mishit të tillë të ndotur dhe burim infeksioni. Mungojnë edhe analizat e produkteve ushqimore që të gjithë ne konsumojnë çdo ditë, atyre produkteve si mishi apo nën produkte të këtyre bagëtive në filmime që më pas qytetarët e blejnë me çmime të çmendura dhe e konsumojnë. Praktikisht blejnë me çmime të larta dhe ham si bio ato produkte që më pas për të gjithë ne kthehen në burim infeksioni, duke mos munguar as rastet fatale për shëndetin.